vërteta e zymt e magjisë dhe si të shërohesh. Ka njerëz që zgjohen në mëngjes dhe nuk janë më si më parë. Dashurit u ftohen pa arsye. Punët u bllokohen pa shpjegim. Trupi i sëmuret pa diagnozë. Mendja u errësohet pa shkak. Mjekët nuk gjen asgjë. Analizat janë normale, por njeriu nuk është normal. Islami e njeh këtë gjendje, e ka emërtuar, e ka shpjeguar dhe ka dhënë zgjidhje. Quhet sihr, magji. A ekziston magjia? Islami është i qartë. Para çdo gjëje, Islami i përgjigjet pyetjes themelore. Po, magjia ekziston. Nuk është mit, nuk është imagjinat, nuk është psikologji e thjeshtë. Allahu e përmend në Kuranin fisnik, jo si legjend, por si realitet. Dhe shkuan pas shpifjeve që bënin djajt kundër mbretërisë së Sulejmanit. E Sulejmani nuk ishte mohues, por djajt ishin mohues. Ata u mësonin njerëzve magjin. Surja Al-Bekare 102. Allahu konfirmon, magjia u mësua, magjia ekziston, magjia vepron. Dhe Allahu vazhdon me ajetin e njëjtë, duke treguar burimin e magjisë. Dhe dijenin që u ishte dërguar dy engjëjve në Babiloni, Harutit e Marutit. Këta engjëj nuk i mësonin do kujt magji pa i thënë, ne jemi dërguar për t'ju vënë në provë, andaj ti mos u bëj mohues, duke mësuar apo ushtruar magjin. Dhe njerëzit mësuan nga këta të dy, se si t'i ndajnë bashkëshortët. Surja Al-Bekare 102. Ndarja e burrit nga gruaja. Allahu vetë thot, magjia mund të ndaj çiftin, mund të shkatërrojë martesën, mund të ndryshojë ndjenjat. Dhe kjo është një nga llojet më të zakonshme të magjisë që përmendin dietarët. Profeti alayhi salam u prek nga magjia, jo si dobësi e tij, por si sprov nga Allahu dhe si mësim për umetin. Aisha transmeton. Profeti alayhi salam u prek nga magjia e një burri nga fisi Beni Zureik, i quajtur Lebid ibn El-Asam. Kjo ndikoi tek ai sa i dukej se bënte diçka, por në fakt nuk e kishte bërë. Magjia ishte fshehur në krerin e një palme, në pusin e quajtur Dhervan. Allahu i zbuloi profetit alayhi salam nëpërmjet një ëndre dhe dërgoi sahabët ta nxjerrnin. Kur u nxorr dhe u shpërbë magjia, profeti alayhi salam u shërua. Dietarët kanë shpjeguar këtë hadith me kujdes. Imam Nevevi shkruan: magjia ndikoi tek profeti alayhi salam në disa veprime të jashtme dhe trupore, jo në mendje, jo në shpallje, jo në fe. Allahu e mbrojti plotësisht anën e tij profetike. Ibn Kaim shton: kjo ngjarje është mësim i madh, se magjia është realitet dhe ka efekt real, por Allahu është mbi çdo gjë dhe shërimi është tek ai. Simptomat e magjisë, si ta kuptojmë? Dietarët islam, duke u bazuar në Kur'an dhe Sunet, kanë listuar simptomat. Magjia e sëmundjes, dhimbje të papritura pa shkak mjekësor, lodhje kronike, sëmundje të pasgjithshme. Magjia e ndarjes, ftohja e papritur mes çifteve, urrëtia pa arsye mes të dashurve, divorci pas jetës së lumtur. Magjia e bllokimit, puna nuk ecën, dyert mbyllen njëra pas tjetrës, mundësitë zhduken. Magjia e mendjes, konfuzioni, harresa e madhe, shikimi i gjërave që nuk ekzistojnë, zëra të çuditshëm. Magjia e gjumit, ëndra të tmerrshme çdo natë, ndjesia e peshës mbi trup gjatë gjumit, pamundësia për të fjetur. Sheikh Ibn Basi ka thënë: simptomat e magjisë janë të shumta dhe të ndryshme, por muslimani nuk duhet të diagnostikojë veten nga çdo vështirësi. Jo çdo sëmundje është magji, jo çdo problem është magji. Shko tek mjeku fillimisht, dhe nëse mjekësia nuk i jep shpjegim, merren në konsiderat opsionin tjetër. Magjia në Islam nuk është thjesht gjuna i madh. Allahu e cilëson si shirk, si shoqëri me Allahun. Dhe ndoj që në atë që lexonin djajt dhe mësonin njerëzit magjin, dhe atë që zbritin në Babiloni, dhe nuk besonin vetëse ata që mohonin. Surja Al-Bekare 102. Profeti alayhi salam e vendosi magjin mes 7 gjunaheve shkatërruese. Largohuni nga 7 gjunahet shkatërruese. Sahabët e pyetën: cilat janë i dërguari i Allahut? Tha: shirku me Allahun, magjia, vrasja e njeriut pa të drejtë, ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, ikja nga betejë dhe shpifja ndaj grave të ndershme. Dënimi i magjistarit në Islam, Imam Ahmadi dhe shumica e dietarëve të mëdhenj kanë dhënë fetva se magjistari që bën magji me shirk, dënimi i tij është vdekja. A mund të vras magjia? Po, magjia mund të çojë në vdekje. Ibn Kaim shkruan:
Magjia mund të sëmur, mund të çmend dhe mund të vras me lejen e Allahut, por Allahu është mbi çdo gjë dhe nuk ndodh asgjë pa lejen e tij. Shej Ibn Uthejmini ka thënë, magjia ka efekte reale, përfshirë vdekjen. Prandaj ai që bën magji dhe vret me të, gjykohet si vrasës. Shërimi, rukja dhe mbrojtja. Por Islami nuk të lë vetëm me problemin. Jep zgjidhje, jep mburoj, jep shërim. E para dhe më e rëndësishmja, rukje. Leximi i Kuranit mbi të prekurin, me qëllim shërimi. Profeti alayhi salam tha, shërohuni me Kuran. Dhe vetë profeti alayhi salam bënte rukje duke lexuar surën El Fatiha, shëruese e çdo sëmundjeje, ajetin Kursi, mbrojtja supreme. Allahu nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç tij, të gjallit, të përjetshmit. Surja El Bekare 255. Surja El Felek dhe En Nas, dy suret e fundit, zbritën pikërisht për shërimin e profetit alayhi salam nga magjia. Profeti alayhi salam mosoi lutjen e mëngjesit dhe mbrëmjes. Me emrin e Allahut, me emrin e të cilit asgjë nuk dëmton, as në tokë, as në qiell, dhe ai është dëgjuesi, i dijshmi. Kush e thot 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje, asgjë nuk do ta dëmtojë. Sheikh Ibn Bazi ka dhënë udhëzim praktik. Ai që dyshon se është i prekur nga magjia, le të lexojë Kur'an shumë, le të bëjë rukje me ajetet e sakta, le të marrë ujë dhe le të lexojë mbi të ajetin Kursi dhe 2 suret e fundit të Kuranit. Pastaj le ta pi dhe le të lahet me të. Kjo është shërimi provuar. Çfarë duhet të bëjë i prekuri? Dietarët Islam kanë dhënë udhëzime të qartë. E para, forcoje lidhjen me Allahun, namazi, Kurani, dhikri. E dyta, lexo mbrojtjet e mëngjesit dhe mbrëmjes çdo ditë. E treta, bëj rukje me ajete të sakta ose gjej person të besueshëm. E katërta, mos shko tek fallxorët dhe magjistarët për të shëruar magjin me magji. Profeti alayhi salam tha, ku shkon tek fallxori dhe e beson, ka mohuar atë që i është shpallur Muhamedit. E pesta, beso se Allahu është më i fuqishëm se çdo magji. Allahu thot, dhe magjistarët nuk do të shpëtojnë kudo që të shkojnë. Surja Taha 69. Magjia ekziston, por Allahu është më i madh. Magjia dëmton, por Allahu shëron. Magjia rrëson, por Kurani ndriçon. Nëse sot ndihesh i bllokuar, nëse dashurit janë ftohur pa arsye, nëse dyert janë mbyllur pa shpjegim, para se të dyshosh në çdo gjë tjetër, hape Kuranin, lexo ajetin Kursi, lexo El Felek dhe En Nas, lutu me zemër të hapur dhe dije. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësia. Surja Inshira 6. Allahu është mbi çdo zinxhir, të dukshëm apo të padukshëm.